shqiptar. Tashi po të them dhe një fakt tjetër. Tenderin për të marrë Porto Romanon e ka bërë Piro Vengu, i cili është ka qenë drejtori portit të Durrësit dhe mori Belinda Balluku gjatë kohës që u bë tenderi Porto Romanos. 2 vjet e vuri drejtor të portit të Durrësit, i cili është me pasaport greke, është qytetar grek. Belinda Balluku gjithashtu ka jetuar në Greqi dhe ka qenë në administratën e lartë me atë Oktapodis, që ka qenë drejtori i asaj kompanisë së parë AMC të telefonisë celulare, dhe kjo ka qenë një nga drejtuesit. Dhe po them këtë që sepse unë kam pasur komunikime me miqtë e Oktapodesit shqiptarët, dhe ai kishte frikë nga Belinda Balluku dhe ju theshte bashkëpunëtorëve të vet të afërt që kjo është agjente e shërbimit sekret grek. Pra, ai e shprente këtë me bashkëpunëtorët e tij të afërt, të cilët ma kanë thënë mua dhe janë miqtë e mi. Dhe